Një nga klasat e shkollës Afrim Gashi në Hajvali është bërë një vend i veçantë për plot ngjyra dhe vizatime origjinale të fëmijëve. Kjo është klasa burimore për nxënësit me aftësi të kufizuara, një hapësirë e transformuar nga nxënësit e gjimnazit Sami Frashi në Prishtinë, si pjesë e një projekti të mbështetur nga Kryqi i Kuq i Kosovës. Ky projekt u udhëhoq nga Erini, drejtuesi i grupit Aksioni në Komunitet, i cili bashkë me të rinjtë të tjerë kontribuoi në idenë dhe realizimin e klasës burimore. Na jena në kuadër të Kryqit Kuq, grupi jonë është grupi Aksioni në Komunitet, edhe ne kemi vendosur në shkollën Afrim Gashi këtu me ndresë një dhomë burimore, e cila ka mësit në funksion për personat me nevojat veçanta, për fëmijët me nevojat veçanta. Këtu ka qenë dhoma, hapësira do më thonë ka qenë, ama ne e kemi bu pak ma atraktive, kemi shtu disa karrika, kemi bu disa vizatime për me qenë ma atraktive për fëmijët. Kom marrë shumë eksperienca të reja, kom pa edhe qysh është me ndihmu tjertë, gjithashtu kena punu gjithë në grup, ka qenë eksperiencë shumë e mirë, edhe gjithashtu stafin e shkollës me njoftum kanë ra shumë mirë, kanë qenë gjithë shumë i këpres, edhe ka qenë në përgjithësi eksperiencë shumë e mirë, me di që e kom dalë vullnetar për me bo diçka për minimu tjertë. Tjo një Mada Keqi, jena ardhë prej gjimnaz Sami Frashëre, jena paralele turke dhe të, kena bojë gjithë bashkëpunim me komuniteti shqiptarve, kena ngjyros që domën që se sheneq këto. Ky ishte projekti i fundit i realizuar nga nxënësit e gjimnazit në bashkëpunim me Kryqin e Kuq. Përmes donacioneve, ata arritën të siguronin pajisje si dollap dhe materiale ndihmëse që do t'u lehtësonin punën mësueseve mbështetëse dhe do ta përmirësonin përvojën mësimore të nxënësve me aftësi të kufizuara. Edhe ky projekt është në kuadër të Kryqit Kuq, siç e kemi thënë edhe më herët, kemi 4 projekte. Kjo ide, domethënë, e rregullimit të klasës burimore në këtë shkollë ka qenë ide e përbashkët e nxënësve me neve, diseminatorët. Kemi vendosur të bëjmë aktivitete të ndryshme, të fitojmë donacione të ndryshme për të rregulluar këto, për të blerë sadopak disa gjëra që kanë nevojë fëmijët me nevojat veçanta. E kemi bërë pak me vizatime më atraktive, kështu që mendojmë se është bërë një punë e mirë nga ne. Vendosëm të vim këtu, e zgjodhëm këtë shkollë, e biseduam me drejtorin, me mësuesën mbështetëse, me ndihmën e arsimtarës së edukatës fizike Shkëndije Gashi. E kemi pas mirëpritjen aq të mirë nga drejtori për arsye se ka qenë shumë një hap i mirë. Kemi menduar se ka nevojë edhe në këtë shkollë, sikurse edhe në disa shkolla të tjera që ka, një klasë burimore, kështu që i falenderojmë shumë këtë shkollë që na kanë prit shumë mirë këto. Mësimdhënësit e Sami Frashit janë të lumtur për përfshirjen aktive të nxënësve në projekte humanitare që te i kalojnë mësimin tradicional. Në ditën ndërkombëtare të Kryqit e Kuq, ne sot e përfunduam dhomën burimore në këtë shkollë. Atëherë, qysh sot nxënësit janë të gatshme të fillojnë me aktivitetet apo takimet me mësuesën mbështetëse të cilën e kanë. Ne jemi falënderues ndaj nxënësve tanë, të cilët kanë shpreh gatishmërinë gjithmonë të jenë të gatshëm të kontribuojnë për ata të cilët kanë nevojë. Atëherë besoj që nuk është fundi, por vetë se fillimi që ne kemi filluar të kontribuojmë për ata. Drejtori i shkollës Afrim Gashi, Gjevat Rafuna, e cilëson këtë iniciativë si shumë të mirëpritur për shkollën e tij. Jam jashtëzakonisht falënderues me punën, angazhimin që kanë bërë kolegët mësimdhënëse me gjithë nxënësit tjerë në kuadër të gjimnazit Sami Frashi në Prishtinë, në kuadër të Kryqit të Kuq. Kjo hapësirë e rregulluar na shërben sidomos për mësuesit mbështetëse dhe nxënësit që kemi me nevojëna. Kemi numër nxënësave me nevojat veçanta, i kemi tykon 6 nxënësa me nevojat veçanta. Është krijuar një ambient shumë i mirë ku mësuesja mbështetëse kryen punë profesionale me nxënësit që janë me nevojat veçanta. Dhoma burimore pritet të hyjë së shpejti në funksion, duke ofruar një ambient të përshtatshëm dhe mbështetës për 6 nxënësit me aftësi të kufizuara të shkollës Afrim Gashi në Hajvali.